Anëzën pak e keni shmangur nga ajo kritika e zëshme dhe shumë kush nga kundërshtarët, oponentët kanë thënë me një varfërme se ju zoti Krasniqi si PSD e keni ndihmuar qeverisin e Kurtit sepse e keni dëmtuar opozitbërjen dhe subjekte politike opozitare. Jo, si shpjegoni këtë? Në mënyrë kategorike kundërshtoj këtë koment. Na nuk e kem, kur gjë nuk kem me opozitën, po unë mendoj edhe pjesa më e madhe e socialdemokratëve, ndoshta të gjithë mendojmë se përgjegjës pothuajse sa është qeveria, është edhe opozita. Opozita është komponenti kryesor për funksionimin e shtetit. Thjeshtoj për shikues të juve. Pozita dhe opozita është sikur hidrogjeni e oksigjeni. Nuk mundesh me bë ujë pa njonën. Janë dy hidrogjena e një oksigjen. Por nëse ja hek oksigjenin, mbetet vetëm hidrogjen. Kështu që pa opozitën, unë ja droj se me që trend na humbin tërësisht opozitën. Se opozita është aq e ndame e përqame, sa grupet caktuar përmenda opozitës janë më afër me pushtetin se me njëri tjetrin. Në çfarë aspekti? Grupet përmendshme, aspekt grupor. Planifikojnë nuk janë ata dallimet grupore, edhe në opinion janë dalë, jo vetëm brenda për brenda, po edhe në opinion. Unë mendoj se ka njerëz që brenda për brenda partive nuk flasin me zveti, po flasin me pushtetin. Kështu që pushteti e din këta, se është mbledhës i mirë i këtyre informacioneve. Ato që po e nisim me juve në kuadër të natyrisht